po ndajnë me pak të duplexit biznes. Domethënë, po i përmend këtu veti që ndoshta i ke aftësu të vetja jote edhe ndoshta ke ndajnë shpesh vetën, sa është të vështirë veç qenë menaxher në jetën për jemi një ambient natë i rrethuar nga të ndime të shumta në fakt, ndoshta vajza të bukura, pije alkolike, pastaj substanca të tjera të cilat janë në një formë apo tjetër rrezik, jo vetëm në punë, por edhe në rrjetin shoqëror. Sa është e vështirë me menaxhu dhe me mbajt balancën ardianin në fakt në këtë ose në këtë industri? Po, më varet e para çfarë fokusi ki. Apo do të më qenë udhëheci, në këtë rast pronari apo menaxheri, apo do të më qenë klienti. Tash shumica ose më thëmë shumica, po shumë njerëz harrojnë që janë në udhëheci edhe bëhen klienti. Shkon me pi, edhe zin munal, fillon me përdor substanca e kështu me radhë. Unë domethënë që prej fillimit e kam pas shumë të qartë se nuk do të jem klienti, po do të jem udhëheci. Edhe kur në jetën time s'kam përdor as marijuan, as drogë, as hapa qysh janë ato 100 lloje, sepse e para kam qenë në punë. E dyta, edhe para se me pas duplexin, domethënë gjithmonë kam thënë që nuk më duhet mu asnjë substancë jashtme, as alkool, për me me u duk ma cool, ma i guximshëm për me u lidh me një vajzë e kështu me radhë. Kështu që